Zoti Elezi, doja të kthehesha pak tek një element i rëndësishëm i kësaj bisede. Raportet ose dimensionin e sigurisë në raportet mes Washingtonit dhe Prishtinës. Përsa i përket Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, si do t'i përkufizonit ju marrëdhëniet me agjencitë inteligjente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë? Po, në fakt, SBA përmes strukturave të saj të inteligjencës që punojnë një drejt për drejt në Washingtonin ndërtar, ajo shfrytëzon edhe njësitë e inteligjencës ushtrisë amerikane që përveprojnë kuadër të këforit të janë në mandat të NATO-s. Megjithatë, të gjitha strukturat e inteligjencës të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë bashkëpunim me Kosovën, me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, me DIAN, Departamentin e Inteligjencës të Policisë së Kosovës, si edhe me dy strukturat inteligjente të Forcës së Sigurisë Kosovës, S2 dhe G2. Këto marrëdhënie janë të mira, sidomos me Forcën e Sigurisë Kosovës, ka parë veprime të përbashkëta të cilat të lidhen me trajnime posaçme në fushën e inteligjencës, veçanërisht strukturat të cilat do të jenë anëtare të NATO-s në të ardhmen, por edhe me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, ju e dini që në shumë raste në bazë të bashkëpunimit që kanë pasur, në Kosovë kanë zbarku edhe forca si që janë FBI. Ju e dini që së fundi për shembull në Kosovë ishte një operacion për arrestimin e një grupi i cili punonte me kriptomoneda që plyshohet dhe besohet që ishin të organizatave terroriste të që është ISIS. Prandaj janë veprimet të prekshme, marrëdhënia e SBA-s me Kosovën është marrëdhënie natyrale, parashtimisht marrëdhënieve në aspektin politik kemi disa çarje, por jo në atë nivel që mund të konsiderohemi marrëdhënie të rënduar me Kosovën dhe SBA-n, përkatësisht me Washingtonin. Jemi në situatë ku Kosova me qeverisjen e re, përkatësisht pasi që do të ndërtojë institucionet të saj, do të ushtrojë një marrëdhënie të re, ju dini që SBA kishte pasur një marrëdhënie të mirë me ministrin e mbrojtjes, me presidentin e Republikës Kosovës, kishte ruajtur me policinë e Kosovës, me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, dhe kishte ato vërejtjet apo mund të themi ato pa jo dakordsi në raport me politikën që pak unë shpresoj dhe uroj që do të kalohen sidomos me çështjen e gazit amerikan, i cili në një farë formë është pranuar, por që prat veprime politike në kohë reale për të përfituar subjekti politik që udhëheq me pushtetin në Kosovë për ta kualifikuar si një angazhim të mirë që ka SBA dhe Prishtina. Absolutisht. Zoti Elezi, por duke qenë se e cekët çështjen e LNG-s amerikane, janë të shumtë bashkëbiseduesit e mi në këtë emision, por edhe analistët që shprehen që ende qeveria e Republikës së Kosovës në detyrë nuk është shprehur jo vetëm entuziaste, po duket sikur është refraktare, e tërhequr, sikur nuk po e pranon atë që ju e cilësoni kyçjen e Kosovës në LNG-n amerikane, që të kalojë aty nëpërmjet tubacioneve nga Greqia dhe pastaj të kalojë në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë dhe të vazhdojë më lart. Çfarë ju bën të jeni optimist, sepse zyrtarë të lartë të qeverisë, përfshirë dhe kryeministrin Kurti, nuk janë shprehur entuziast, nëse mund ta përdor këtë fjalë? Në fakt, në bazë të informacioneve që ne kemi, SBA ka komunikime me qeverinë e Republikës Kosovës, jo në nivelin që duhet ketë. Kryeministri i Republikës Kosovës ka dhënë disa mendime, disa deklarate në lidhje me çështjet drejt për drejt sa i përket gazit amerikan, por në fakt jeni të bindur se kjo është çështje e kryer dhe se kryeministri i Republikës Kosovës, duke ditur që Kosova do të shkojë në zgjedhje shpejt, po mundohet që ta shfrytëzoj mund të themi konfirmimin ose adresimin tek qytetarët për një marrëdhënie të re me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një fushat e cila pritet të jetë në vjeshtën, fillimin e vjeshtës të këtij viti. Thjesht ne dim që marrëveshja për politike për presidentin nuk është në sfond dhe e dim që do të kemi zgjedhje të reja dhe vetvendosja kryeministri në detyrë po mundohet që si kryeministër në detyrë në kohën e fushatës para zgjedhjeve të kualifikoj marrëveshjen e re apo të adresoj marrëveshjen e re me SBA-n sa i përket gazit amerikan në mënyrë që një pjesë e votuesve që në fakt e kanë eventualisht
natyrisht frikën që SBA-ja dhe Prishtina ndërtore i kanë marrëdhëniet jo në nivelin e duhur, kryeministri të faturoj politikisht këtë lloj marrëveshje të re që do ta ketë me Shtetin e Bashkuar të Amerikës. Thjesht është çështje kohe dhe po ka një përpjekje për ta shfrytzuar në aspektin elektoral përkatësisht për fushatë elektorale.